Të nderuar misafirë të vetëvendosjes që na keni nderuar sonte, të nderuar të pranishëm, të re e të ri, zonja dhe zotri, mirë se keni ardhur në Shkup. Të dashur shkupjan, sot ju drejtohem me krenari dhe për ullësi si kandidat për qytetin ton mikpritës Shkupin. Shkupi ka qenë gjithmonë zemra mikpritjes, e bashkëjetesës, vend ku kulturat takohen dhe njerëzit ndajnë ëndrat e tyre për një të ardhme më të mirë. Këtu është rritur historia jonë, këtu është shkruar kujtesa jonë, dhe këtu sot pëndërtot e radhmjar jonë e përbashkët. Unë besoj se Shkupi meriton të jetë qytet ku çdo familje ndjehet e sigurt, ku të rinjt kanë mundësi për arsim, punësim dhe zhvillim, dhe ku çdo banor ka kushte më të mira jetese. Synimi jonë është që ta kthejmë Shkupin në qytet modern, të gjelbert dhe të hapur për të gjithë, pa dallim gjinie, përkatësie, etnike apo politike. Do të kujdesemi për çdo komunë, për çdo lagje, për çdo vendbanim, në të gjithë do të marrin hisën e vetë. Sikur se Straçince e Hasanbegu, sikur se Luboteni e Buteli, ashtu edhe Shutori Zari dhe Vizbegu. Do të kujdesemi për vendbanimet e harruara deri më sot në Rezi dhe në Gishtani. Nuk do të ketë diskriminim hakmarrës për Çairin siç përndodh tani, as keq menadim që reflekton në komunën e Sarajit për arsye të qeverisjes BDI, Levica dhe Danella. Si Shkup do të kujdesemi edhe për komunat që nuk janë në kufit administrativ të qytetit ton, por janë zemra e shqiptarëve në Shkup. Do të kujdesemi edhe për Haraçinën, edhe për Studeniçanin. Këtë angazhim do të bëjmë bashkërisht me ekip, sepse lista jonë për këshilltar është e përbërë nga njerëz të ndershëm dhe profesionist, duke u nisur nga Zekiria Berisha, Ardiani, Rejhani dhe shumë të tjerë të cilët kanë dëshmuar në profesionin e tyre dhe janë dëshmuar dhe do të jenë zëri i qytetarit. Bashkë do të angazhohemi, sepse bashkimi është çelësi i suksesit. Së bashku do të investojmë në infrastrukturë më të mirë, në ajër më të pastër, në lagje më të rregulluara dhe në shërbime publike që i shërbejnë qytetarit e jo partisë. Së bashku do të krijojmë hapësira kulturore dhe sportive, ku rinia jonë do të shpreh talentin dhe energjinë e saj. Bashkimi është çelësi i suksesit dhe kur jemi këtu, unë dua ta falenderoj mikun tim Arben Fetajin, i cili është zëri që ndaloi ndarjen e 100.000 votave dhe të qëndroi besnik dhe stoik. Vleni, kurse vleni është besnikëria, bashkimi dhe vendosmëria. Të dashur miq, ky nuk është vetëm një program politik, ky është një zotim për Shkupin, për qytetin ton, për familjet tona, për të ardhmen e fëmijëve tanë. Unë jam këtu për t'ju dëgjuar, për t'ju përfaqësuar dhe për të punuar për ju. Dhe në fund, ky qytet është menaxhuar nga të majtet të djathtë, nga liberal, të pavarur e liberal. Tani ka ardhur koha për një bashkim shqiptar. Ka ardhur koha për profesionalizëm dhe për kushtim për qytetin ton. Kërkojmë 19 tetor ta përkrahim listën e qytetit të Shkupit bashkë me kandidatin, të rrethojmë numrin 7 dhe në fitore të radhës. Ju falenderoj.